Fermerët e fshatit Spite në bashkinë e Lezhës kanë dalë në protestë pas dëmeve të mëdha të shkaktuar nga përmbytjet e përsëritura. Tokat bujqësore janë përmbytur 2 herë brenda një periudhe të shkurtër, duke sjellë humbje të konsiderueshme për banorët e zonës. Sipas fermerëve, kultura si gruri, onxha dhe ullinj janë dëmtuar, ndërsa uji vjen të jetë prezent në parcela edhe në ditën e 10 të përmbytjeve. Ata kërkojnë verifikim urgjent në terren dhe mbështetje nga institucionet përgjegjëse pasi bujqësia dhe blegtoria ndodhen në një situatë të vështirë. Këto janë mbi 15 parcela, vetëm tokat e Spitit që janë të mbytur me ujë. Edhe nuk është hera parë. Është hera tretë që na mysin për 40 ditë. Vetëm unë si fermer, unë kam 60 delim miell me grun, edhe 150 delim janë. Janë nuj? Këtë janë nuj, këtë e kam mytun. Grunin e kam përstrit. Prap s'ka na thanë me shku me regjistru, u regjistru madje ke njësia bashkjake, kur përfunimisht thanë nuk ka ardhur hala fondi pa bën përmbytjen e dytë. Tash i bon dytën, thonë hajde një herë se bella ta për të japim. Vetëm unë mund kem mbi 15 milion lek të vjetra, mund i kem dam që më jashtë bën nga përmbytja. Edhe s'kam kohën kohën. Damet janë kolosale. Ju po shikoni vetë, toka është e përmbytur komplet. To vinë për ngushëllime në fund, shohin nga i herë, na shohin mësy, edhe premtime boshi, na të ujtu se dhe të morim diçka. Absolutisht hala s'kemi marrë asë një gjisë lekut. Ku bot fjallë për rendiment mërë. Kur ka prish grunin që është në fazën e 4-5 gjetëve në disa vene e ka marru, pa i që a mjëll para 3 javë vetë, a mjëll për dytën herë, në mënyrë që të garantojnë bukën, a i ka marru në vend. Kokra është kalpë në tokë. Na dëmton jevë zakonisht të ranë. Diskutojmë me garantohu ushqimin e 12 mujve të na, bukën, ushqimin për blegëtorin, e të gjana po, ta s'kemi asë i gjana. Hera pora ka qenë me 9 matë në nërë, me 20 e kena pasu ujtë këto. Ka hik, ka në 20 dit. Më kam jëtë, janë gja, 220 rani ullej, si kam në ujë. Shete e por e ka thënë përmytja por, 40 rani ullej, kam fillu me premte, se janë tha. Tash, erdhe dyta, tash s'kam shpres ma. Nuk e batë fjallë, se janë gja se janë, po thëmë për ullejtë se janë shumë vjesharë. I kërkoj shtetit, të vejë një grupë verifikimi, e të vije në terren e të verifikoje damet si janë bon. Jo se me plëcu letra, se me plëcu letra më komuna kulaj. E mos përna të në gjama, po grupi i verifikimit dojle në terren, të verifikoje, çdo fermer ka dame. Dikush ma shumë, dikush ma pak, a mjell gruni 2 herë. Një herë me mjell me marrat prodhim, e nuk del në shpenzime, vetëm kashta del. Jo me mjell 2 herë, e mos me marrat prodhimin. Po na mbete tokat në ujë. Po na la baktin pa hongër, na ngodollim, se s'kem çfarë bëjmë tjetër. Ja do i shesim dhe ato dhe do shohim nga Zoti që do na sillë se. Fusha Spite nit përbat për vitesh me përmbytjet e vazhdueshme, ndërhyrjet për hapjen e kanaleve kulluese nuk kanë dhënë rezultat, pasi zona ndodhet në kotët e ulta. Në periudha me rreshje intensive evadimi i ujit kërkon kohë, duke rritur të mëtej dëmet e prodhimit bujqësore. Fermerët apelojnë për ndërhyrje afatgjata dhe zgjedhje të qëndrueshme në mënyrë që të shmangen situata të tilla në të ardhmen.